Ndërka që nga këtu do të kalojmë në një tjetër diskutim, realisht do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut, sepse dhuna mes nxënësve dhe rastet e bullizmit në shkolla kanë ngritur alarmin atje pas disa incidenteve të fundit. Ka qenë Ministri e Arsimit, ajo e cila tha se po përgatiten ndryshime ligjore që parashojnë gjobë prej 250 euro për prindrit e fëmijëve që ushtrojnë dhunë në shkollë dhe që nuk janë bashkëpunuese. Si do të ndikoj kjo gjobë? Do të flasim në këtë pjesë në një lidhje të drejt për drejt. Kemi psikologun Gzim Tushi. Zotri Tushi, faleminderit shumë që jeni në këtë lidhje të drejt për drejt. Faleminderit juve për ftesën. Me ne po ashtu në lidhje të drejt për drejt është edhe gazetarja nga Maqedonia e Veriut, Meliate Rustemi. Zonja Rustemi, përshëndetje. Faleminderit dhe ju që jeni bashkuar në këtë diskutim. Përshëndetje nga Shkupe. Dhe realisht dua ta nis me ju për të kuptuar më qartë dhe më saktë mbi këtë ndryshim ligjor që po tentohet të bëhet atje për të vendosur një gjobë për 250 euro për gjithë prindrit, fëmijët e të cilëve bullizojnë dhe ushtrojnë dhunë në shkolla. Po atëre përshëndetje nga Shkupi për gjithë shikuesit e televizionit tuaj. Uroj domethënë se gjithë ato që do të themi në këtë studio të jetë e mirëpritur edhe për shikuesit tuaj, po edhe për shikuesit domethënë nga Maqedonia, pasi që shumica domethënë prej nesh ndjekim edhe emisionet tuaja përmes rrjeteve kablovike. Kështu që unë do të kisha nisë me atë se pikërisht domethënë në para disa momenteve u ktheva nga një ngjarje ku ishte e pranishme dhe Ministri i Arsimit edhe sërish u bisedua domethënë mbi këtë temë. Ndryshimet ligjore të cilat pritet të bëhen në ligjin për arsimin fillor, po ashtu dhe në ligjin për arsimin e mesëm, vazhdojnë domethënë akoma të shqyrtohen dhe nuk bëhet fjalë vetëm për një dënimet e prindërve të cilët kanë fëmijë të dhunshëm, po edhe shumë ndryshime të tjera të cilat kanë të bëjnë me dhunën nëpër shkolla që kohët e fundit është vërtet shumë shqetësuese, pasi që mund të themi ndoshta nuk kalon një ose dy ditë të mos kemi domethënë tema të tilla për të cilët duhet të debatojmë dhe të mos kemi domethënë akte të tilla të cilët po kryhen për shumë shkolla fillore, po ashtu edhe në për shumë shkolla të mesme. Ministri i Arsimit tashmë ka deklaruar se janë përgatitje e fundit të gjitha ato shqyrtime domethënë të ndryshimeve ligjore që duhet të bëhen në ligjin për arsimin fillor dhe ajo më e pakta sipas asaj është që duhet të dënohen domethënë prindërit e fëmijëve të cilët shkaktojnë dhunë në shkollë dhe ata me një gjobë 250 euro. Në fillim ndoshta kur e themi si numër është pak qesharake, mirë po gjithmonë ministri referohet në atë se duhet të nisim domethënë nga diku dhe të vazhdojmë edhe me ndëshkime të tjera, pasi që nuk bëhet fjalë vetëm për një gjobë 250 euro, por prindërit do të ndëshkohen edhe në raste kur nuk bashkëpunojnë me institucionet e përkatëse, qoftë me Ministrinë e Arsimit, qoftë me policinë apo dhe institucione tjera, të cilët duhet domethënë të japin çdo detaj për atë se si ka nisur domethënë një rast në një shkollë të saktuar dhe si ka përfunduar. Pra, mendoj se unë e vlerësoj pozitivisht domethënë këtë nismë dhe ato ndryshime të cilat duhet të bëhen domethënë në ligjin për arsimin fillor dhe të mesëm, pasi që vërtet psikologët, pedagogët, defektologët flasin mjaft shumë dhe janë mjaft aktiv domethënë për të bërë gjithçka që është e mundur për të tejkaluar të gjitha këto shqetësime që tashmë disa kohë janë për shkolla fillore dhe të mesme, por si duket fjala askujt nuk po shkon domethënë në vesh, jo veç tek fëmijët, po ndoshta as edhe te prindërit e tyre, të cilët shumë herë po japin domethënë të drejta pa kufi, ndoshta mund të them fëmijëve. Ne gjithë e dimë se fëmijët i kanë domethënë të drejtat e tyre, mirë po jo deri aty ku duhet domethënë të keq kuptohen dhe jo deri aty ku ata duhet domethënë të jenë pjesë ose të bëhen domethënë më të fortë se ligji. Do ndalim edhe më tej të diskutojmë edhe lidhur me atë se si u prit atje, megjithatë të marrim një mendim të parë mbi këtë çështje edhe me psikologun. Zotri Tushi, a mendoni se pikërisht një gjobë e tillë e dhënë, pra e drejtuar ndaj prindërve, do të ulë deri diku bullizmin edhe gjitha këto akte të dhunës që i shohim për brenda vetë shkollave, apo nuk është një metodë, ndoshta mund të themi, e preferuar ose fleksibile për gjetur një zgjidhje? Këto e mos këto masa të sforcuara të karakterit juridik që përpiqen të intervenojnë për të rregulluar disiplinimin e situatave në shkollat tona,
është një përpjekje e sforcuar, sigurisht e sforcuar, është megjithatë unë jam partizan i tezës se ne duhet luftojmë për të arritur përgjegjësinë prindërore. Po gjoba besoj që është mekanizmi i fundit, pjesa monetariste e imponimit për të rritur kuotat e prindërimit dhe të përgjegjësisë prindërore ndaj fëmijëve që janë agresiv, bullist, apo që janë tipa asocial, neurotik dhe që krijojnë shqetësim dhe probleme në shkollë, nuk është se është gjë e keqe. Edhe në vendet e perëndimit, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kudo, ka sanksione të caktuara që e rrisin përgjegjësinë prindërore, sidomos kur është fjala për periudhën e fëmijërisë dhe të adoleshencës, ku për shkak të moshës, të kontradiktave të brendshme moshore dhe të zhvillimeve kontradiktore midis mishit, shpirtit, trupit dhe mendjes janë karakteristika të veçanta të adoleshentëve që transkriptohen pastaj në sjellje enorme, në sjellje që shfaqen në format e agresive, në format më banale të kriminalitetit minor, që sikurse e dini në për shkollat shqiptare, jo vetëm, natyrisht jo vetëm në shkollat shqiptare ka filluar të rritet. Një gjë është e sigurt, këto masa tregojnë që institucionet sociale në shoqërinë shqiptare, këto institucionet e sigurisë morale, po përmend disa prej tyre sikurse është martesa, familja dhe shkolla, duket që nuk janë në binar të duhur. Duket që këto institucione nuk janë duke e luajtur rolin që u takon sipas pozicionit që kanë në jetën e sotme sociale. Këto fabrika të mëdha të jetës sociale që mbajnë, si thua, të rregulluar atë stofin edukativ për të formuar marrëdhënie të mira brenda familjes dhe brenda shkollës, më duket që procedojnë. Dhe kjo bën të domosdoshme me sa duket marrjen e masave të tilla, të cilat më shumë merren me pasojën ose ndëshkojnë pasojën dhe nuk merren me prevencën, nuk merren me parandalimin. Unë jam partizan i tezës universaliste që ne duhet mendojmë çfarë duhet të bëjmë për të parandaluar dhe jo për të ndëshkuar. Ndëshkimi është masa e fundit, masa e domosdoshme. Por a mund të jetë kjo, zotërit Ushja, mund të jetë kjo gjobë prej 250 eurosh, si mos parandaluese në këtë rast konkret, pra gjobitet prindi për diçka që fëmiu e bën në shkollë, që i bie deri diku tentohet që të ushtrohet presion mbi prindrit, që të tregojë një kujdes më të shtuar ose një çortim ndaj fëmijëve. Si mund ta lexojmë, sepse realisht po aty shumë diskutime nëse një gjë e tillë edhe mund të ketë një efekt pozitiv. Që familja shqiptare i ka ulur kuotat e prindërimit dhe përgjegjësinë prindërore ndaj fëmijëve, që familja shqiptare nga familja tradicionale që kishte një autoritet, kishte një edukat autoritariste të fortë mbi fëmijët, natyrisht nuk ishte demokratizuar, ishte në përgjegjësi vertikale, e dhushme, në disa nuanca ishte dhe maskiliste ndaj femrave, është njëra nga tëmetat që ka pasur kjo demokratizimi i familjes shqiptare, kalimi pra nga kjo familje autoritariste e dikurshme, që her pas here shqiptarët kanë qejf të ta idolatrizojnë, kanë qejf të shqinterojnë, kanë qejf të thonë që shiko se dikur kjo familja jonë ishte kështu, ashtu, po ajo familja ishte ashtu, po s'ishte hiç e demokratizuar, dhe fëmijët nuk ishin hiç me statusin e tyre të qenies barabartë në strukturën e familjes, bashkë me gratë ishin dy nga kategoritë. Familja e demokratizuar shqiptare ka anë të mira të padiskutueshme që i japi fëmijës një të drejtë për të qenë në strukturën familjare një subjekt i cili ka vendin e vet. Por familja ka një problem që ne kaluam nga kjo si thua edukat e fortë, e ngurtë, jo fort demokratike në hiqin edukativ, dhe kjo ka bërë që të ulet përgjegjësia prindërore. Ka disa arsye. Është reduktuar koha e prindërimit në familjen shqiptare për shkak ndoshta edhe të këtij karakteri turbokapitalist të shoqërisë së sotme, ku prindrit janë shumë të obliguar pas çështjeve materiale sigurimit të jetës. Po kjo është e lidhur dhe me pastaj me një lloj indiferencë, me një lloj cinizmi që kanë filluar dhe prindrit të shikojnë më shumë interesat e tyre, qejfin e tyre, kërkesat e tyre dhe harrojnë që janë prind. Pra, ulja kuotave të prindërimit në procesin e edukimit të fëmijëve bën të detyrueshme që të rritet përgjegjësia prindërore. Unë jam dakord, jam plotësisht dakord që në diagnostikimin që është bërë në këtë rast nga Ministria e Arsimit, në mos gaboj, e Maqedonisë së Veriut, për të gjetur masa dhe sanksione, për të detyruar fëmijët që të rrisin kuotat e përgjegjësisë prindërore, unë jam dakord. Por nuk mendoj se zgjidhet në rrugë monetariste, siç mendoj se nuk zgjidhet as në rrugë policore.
Kto janë faktor komplementar që mund të luajnë, janë aspirina që nuk e ulin temperaturën që ka të bëj me analizën e farë çfarë ka brezi i sotëm, çfarë kanë adoleshentët e sotshëm, që janë bërë kaq neurotik, kaq agresiv, kaq dëshpëruar, kaq cinik, kaq egoist, kaq bullist, fenomenet e cilat po i shoqërojnë. Dhe unë gjykoj që këto kanë shkaqe që fabrika sociale kryesore, që është familja, dhe prindrit që janë arkitektët kryesorë, që provojnë atë stofin edukativ me cilin formohet fëmia në familje, dhe shkolla, e cila ka një anshmëri të dukshme anti-edukative. Pra në një farë mënyrë shkolla është kryer një institucion burokratik ku jep mësim, ku mësuesi bën vetëm një gjysmën e misionit të tij, bën vetëm atë të mësimdhënësit, hedh regjistrin, merr rrogën dhe ikën në shtëpi dhe harron që pikërisht duke dhënë këtë mësim, harron që në vend që të përgatisin qytetarë në këtë shkollë, përgatisin njerëz të cilët janë në raste të caktuara bisha të vërteta që me gjak të thot kryejnë edhe krime, vrasje ndaj njëri tjetrit. Kështu që unë e gjykoj që problemi është kompleks. Si rezultati e diagnostikimit të sëmundjeve që ka familja dhe shkolla sot, qoftë edhe kjo goditja monetariste, prej së cilës nuk kam ndonjë shpresë të madhe, të them të vërtetën, mund të jap diçka në fillim, por nuk është ajo që e zgjidh. Plus që jam i bindur që do të procedohet me këto subjektivizmat e natyrshme që ka shoqëria shqiptare këtu në Shqipëri edhe matan në Kosovë dhe në pjesën e Maqedonisë së Veriut. Ndaj unë mendoj që ndoshta do të na duhet që të merremi me disa probleme që janë shumë të rëndësishme. Dhe unë gjykoj që ajo që është më e rëndësishme sot dhe që fëmijët po na dalin jashtë shtratit edukativ të familjes, është pikërisht kjo lidhet me faktin që vetë familja, struktura e jetës familjare, ka psuar dëmtime shumë të mëdha, janë zakonisht të mëdha. Dhe në një farë mënyrë, parimet e prindërimit, në vend që të vëmë gjoba për prindërit që fëmijët e tyre bëjnë ndonjë veprim eksentrik në shkollë, unë do të isha që të merremi me këto që çfarë duhet të bëjmë që prindërit tanë kudo të rregullojnë parimet e prindërimit. Sepse në një masë të konsiderueshme unë i konsideroj të rinj dhe adoleshentët që kryejnë veprime të tilla arriviste, eksentrike, arrogante, bulliste, erpasere dhe kriminale, janë të lidhura me faktin që prindërimi nuk është në kuotat e duhura. Parimet e prindërimit vazhdojnë të jenë të vjetra në shoqërinë shqiptare në pjesën më të madhe. Ne vazhdojmë të përdorim paradigmat e modeleve o autoritariste, të cilat nuk pinuj sot, ose të hiqit edukativ, duke ja lënë spontaneitetin, duke menduar që fëmijët tanë do edukohen në mënyrë brovniane, në mënyrë të lirë diku, nëpërmjet shkollës, nëpërmjet rrjeteve sociale, apo nëpërmjet formave të tjera që sikurse e dini, toksiciteti i tyre është një tjetër faktor determinant që po ndikon në këtë situatë të adoleshentëve. Pra prindrit duhet kuptojnë dy kontradikta të rëndësishme që shfaqen sot sipas gjykimit tim tek fëmijët tanë. E para është të kuptojnë që fëmijët tanë, adoleshentët tanë nuk janë adoleshentët e vjeshëm, janë me tjetër materie, kontradiktat e tyre biologjike, mentale dhe seksuale janë shumë të akseleruar dhe kërkojnë një diagnostikim ndryshe nga koha e prindërve të tyre, kjo është e para. Dhe dyta, janë rrethanat sociale. Ta fëmijë që bëhen të qinj, nuk lindin të qinj. Të qinj bëhen ose pse familja nuk funksionon dhe nuk e luan rolin e saj, ose shkolla luan pastaj role negative në deformimin e personalitetit e tyre, të bërë të kundërtën e asaj që pritet nga këto dy institucione të mëdha të pazëvendësueshme të sigurisë morale në shoqëri. Po, dhe të shohim realisht se si e kanë pritur edhe prindrit në Maqedoninë e Veriut. Zonja Rustemi, ka pasur reagime qoftë nga prindrit apo reagime atje nga shoqëria civile për këtë, si ka qenë? Mund vjen shumë keq se mësafirin tjetër nuk arrita ta dëgjoj as pak, domethënë se çfarë tha, po jam e sigurt domethënë se çdo gjë domethënë që thuhet dhe flitet është në të mirë domethënë edhe të fëmijëve, po edhe të prindërve që mos kemi raste domethënë të tilla ose në çfarë forme të veprojmë për t'i parandaluar domethënë rastet e tilla. Nga ajo që kemi pas, domethënë, ose që kemi has, domethënë, nuk kanë qenë ndoshta reagime ose kritika, domethënë, të mëdha nga prindërit, pasi që ndoshta nga ajo që ne raportojmë vazhdimisht për raste, domethënë, të dhunës, të
diskriminimit, të bullizmit, ndoshta prindërit kësaj here rrin pak më të qetë për të parë se si do të ndikon, domethënë ky ndryshim ligjor i cili pritet domethënë të miratohet për pak kohë. Edhe në organizatat jo qeveritare nuk kemi pas ndoshta ndonjë reagim konkret ose kritik ose ndonjë nismë për të parandaluar domethënë një ndryshim të tillë ligjor. Unë për vete domethënë duke u nis nga vetja dhe duke pas fëmijë domethënë në shkollë, mendoj se ndoshta ajo gjobë nuk do të ndryshon shumë çka, po ndoshta do të jetë një nismë e mirë edhe të paktën për t'i vetëdijsuar domethënë prindërit se do të ndiqen domethënë ligjërisht nëse fëmijët e tyre do të veprojnë një gjë të tillë ose ndoshta kjo është për t'i vetëdijsuar prindërit se nga gjithë ato aktivitete dhe nga gjithë ato dinamike që po e bëjmë të ndalemi pak dhe të merremi sa më shumë me fëmijët. Unë do të kisha potencuar edhe diçka nga ajo që kemi kontaktuar dhe me këshillat e prindërve domethënë që janë nëpër shkolla fillore dhe të mesme, është vërtet domethënë për të ardhur keq se çdo herë më shumë domethënë është numri domethënë i prindërve i ulët që shkojnë në përmbledhje prindërore ose që merren domethënë me gjithë ato shqetësime që po ndodhin nëpër shkolla, gjithë ato ngjarje domethënë të padëshiruara që po ndodhin nëpër shkolla. E gjithë kjo e kuptojmë që është rezultat domethënë i gjithë asaj jetë dinamike që po bëjmë, domethënë gjithë atyre angazhimeve që prindërit kanë duke punuar një ose dy punë vetëm për t'ia plotësuar domethënë gjithë ato dëshira fëmijëve të tyre. Dhe ndoshta kjo komunikimi me fëmijët ose interesimi për atë se çfarë po ndodh domethënë nëpër shkolla sikur është lënë pak anash dhe kjo ndoshta është edhe një rezultat i asaj se çfarë po shohim sot nëpër shkolla fillore dhe të mesme. Ndërkohë që zotri Tushi, a beson se kjo ndoshta do t'i bëj deri diku fëmijët më të friksuar, sepse do t'i kemi në rast se do të ketë gjoba të tilla, do t'i kemi pastaj sigurisht prindër të acaruar me sjelljet e fëmijëve të tyre, që pastaj sigurisht në një moment të caktuar edhe mund të ndëshkohen nga prindrit. A mund të dalë jashtë asaj e cila është menduar realisht? Dhe cila ndoshta kishme qenë një zgjidhje më efektive, më afatgjatë për te gjobave? E para njerë që, sepse kolegen nga Maqedonia e Veriut nuk e dëgjova, nuk arrita të kuptoja se çfarë tha, po megjithatë në esencë është e nënkuptuar. Pra fjala është për efektet që do të ketë kjo mas në përmirësim në situatës në shkollat fillore dhe të mesme në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Një gjë nuk duhet të harrojmë. E para njerë që masat janë të njëjta, por efektet e tyre sociale jo gjithmonë janë të barabarta dhe kjo është e lidhur me faktin që ne strukturën e nxënësve në shkollë kemi ashtu sikur kemi dhe strukturën familjare, pra kemi nxënës që vinë nga familje të cilat mund të jenë pjesë e familjeve të varfra, që jetojnë nëpërmjet skemave të mbrojtjes sociale, ndihmës ekonomike apo nuk e di se si e konsideroni ju me term aty, apo mund të ketë dhe familje të tjera që janë në gjendje të mirë ekonomike, familje të luksit, të cilët fëmijët kanë mësuar me lugën e argjend në gojë dhe 250 euro penalitet, për ta janë një lloj shakae e cila nuk kryen asnjë efekt. Megjithatë, duke llogaritur këtë diversifikim të strukturës sociale të familjes në Maqedoninë e Veriut, po edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, sepse aty jemi në një shtrat të përbashkët strukturor dhe nga pikpamja sociale, them që mund të ketë ndikimin e vet edhe pozitiv, por mund të ketë edhe ndikimin e vet negativ, sepse natyrisht do të ketë raste kur një penalitet i tillë për një familje që është në kushte të nevojës ekstreme, të pagojë 250 euro për një kapriço, për një gest të caktuar të fëmijëve të tij, kjo ka kosto dhe natyrisht mund të krijojë edhe shtimin e konfliktit. Pra në një farë mënyrë në këtë rast mund të ndodhë ilaçi i gjobës 250 euro mund të bëhet më keq se sëmundja që ka kapur fëmijën e kësaj familje dhe në vend që na i uli temperaturën e konfliktualitetit midis prindërve dhe fëmijëve mund na i shtojë atë dhe kjo mund të çojë pasaj në aberracione të tjera edukative, siç janë këmbgulja, dhuna, grindja, largimi nga shtëpia që janë fenomene të cilat i ndeshim shpesh tek adoleshentët, apo sikur se e dini, kemi pasur dhe raste të tjera in extremis, kur adoleshentët për shkak të papjekurisë së tyre, për shkak të nxitimit që kanë, për shkak të moshës arriviste që kanë, her pas here kanë kryer dhe veprime ekstreme dhe fatale dhe kanë humbur edhe jetën. Kështu që ne duhet jemi të kujdesshëm, pan me tron Ariston, thot Aristoteli, çdo gjë duhet me mas.
Sepse gjithmonë duhet llogarisim edhe kundër efektet. Jo vetëm efektet që mund të japi kjo masë, e cila mund të jetë pritur me entuziazm nga një pjesë e shoqërisë, mund të jetë pritur me kontestime nga pjesa tjetër e shoqërisë, por kam përshtypjen që duhet llogarisim jo vetëm efektet pozitive që mund të na japë, por dhe kundër efektet që mund të shkaktojë. Nuk e di, po vazhdoj të dëgjojmë se kam një sinjal. Po ju dëgjoj. Pra, në këtë kontekst, unë mendoj që të mos ta fetishizojmë të gjë, të mos ta idolatrizojmë të gjë, të mos themi eureka, e gjetëm shpëtimin. Gjoba 250 euro për shtjelje të rregullore të shkollës, për veprime bulliste apo për forma të tjera të agresivitetit, ne do ta sigurojmë, do ta rregullojmë shëndetin e shkollës. Jo, nuk rregullohet. As me këto, as me mjete policore dhe ca më pak pastaj me forma të tjera ku ka nga ata që ju e dini, që ne kemi konservatorë që thonë që deri sa kërkojnë që të burgosen këta njerëz, ta fëmijë eksentrik, ta fëmijë, sikurse e dini, burgosja e tyre është një masë fatale që ndikon në mënyrë të jashtëzakonshme. Po problemi është çfarë do të bëjmë, sepse po ndodhemi përballë një realiteti ku bullizmi në shkolla po rritet. Këtu në Shqipëri, në një testim që është bërë në disa vite më përpara, ka dalë rezultati 20% e fëmijëve që bullizojnë. Pra, nuk e di se cila është statistika për Kosovën apo për Maqedoninë e Veriut, ndërkaq janë të gjitha format e bullizmit po vinë duke u zgjeruar, verbal, psikologjik, ngacmim seksual, gjitha format e tjera të cilat po na krijojnë shumë probleme. Bullizmi në shkollat shqiptare është kthyer në pandemi dhe ne duhet ta pranojmë këtë realitet. Është një pandemi që po përhapet dhe ne duhet të bëjmë gjithçka për ta frenuar atë, sepse efektet e bullizmit, efektet e daljes jashtë kontrollit të fëmijëve dhe të adoleshentëve tanë, po e them përsëri, për shkak të veçorive ontologjike të moshës së tyre, mund të na sjellë probleme shumë të mëdha. Shumë filozofë, shumë sociologë sot kanë ngritur alarmin për problemet që kanë të bëjnë me adoleshentët dhe fëmijët. Ata e konsiderojnë këtë një moshë plastike, një moshë shumë delikate, e cila mund të përpunohet dhe mund të ndikohet, dhe sipas tyre, kjo është hallka më e dobët në zinxhirin e shoqërisë. Po ne nuk i vëmë veshin, politika shqiptare dhe politika ballkanike në përgjithësi, nuk i vëmë veshin diagnostikimeve të holla të fenomeneve sociale që lidhen me fëmijët dhe me adoleshentët. Po ne me mendje të shkurtër, o propozojmë masa juridike dhe bëjmë legjislacion, i cili efektet dhe kundërefektet e tij edukative mund mos jenë të sakta, mund mos jenë adekuate, ashtu siç e thash nga njerë që ilaçi mund të jetë më keq se sëmundja që ka kapur fëmijët tanë. Unë mendoj që ne kemi nevojë që duke parë që kjo është hallka më e dobët në zinxhirin e shoqërisë, për ato arsye që përmenda, për shkaqe të brendshme, biologjike të lidhura me identitetin e fëminisë dhe të adoleshencës, apo me shkaqe të jashtme, për shkak të shkapërbimit të institucioneve të sigurisë morale, dobësimit të fuqisë edukative të familjes dhe dobësimit të rolit të shkollës, duhet të merremi me këto. Vetëm në këtë mënyrë ne të bëjmë. Unë e di që ngjan si deus ex machina, mund të duket si utopike. Kjo rrugë që temu, po nuk ka rrugë tjetër. Rruga e ndëshkimit me masa drastike deri tek burgosja nuk është rruga e dur për të rregulluar shëndetin e fëmijëve dhe adoleshentëve tanë. Ato duhen, absolutisht, nuk jam liberal par excellence, të them, ti lëm të bëjnë çfarë të duan dhe të mos ndëshkojmë as ata dhe as familjet e tyre që kanë përgjegjësi. Po, jam dakord, duhet të rritet përgjegjësia e prindërve. Bile unë them që ka ardhur koha që prindrit e fëmijëve që janë pa interesuar për ta, ndoshta duhet bërë një demaskim publik, duhet një libër ku t'i dëshmojmë që këto familje të cilat e kanë braktisur atë përgjegjësinë prindërore dhe kujdesin ndaj fëmijëve të tyre. Qoftë për arsye të karakterit social, karakterit ekonomik, apo të çdo karakteri tjetër. Përgjegjësia prindërore nuk është një përndërsi vetëm thjesht biologjike, po është sociale dhe edukative. Je bashkëshort apo je i divorcuar, je bashk apo nuk jeni bashk, je i varfër apo je i pasur, përgjegjësia për fëmijët unë mendoj që është e barabartë për të gjithë. Në kjo se vërtet duam që të rregullojmë raportet që kemi me familje, me shkollë dhe me fëmijët tanë. Sigurisht po, dhe uroj sinqerisht që të gjendet një mekanizëm që lufton këtë dukuri negative, që është e pranishme sigurisht në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri dhe kudo në përbot në ditët e sotme. Zotri Tushi dhe zonja Rustemi, ju falenderoj shumë që ishit në këtë diskutim.
Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe njerë për kohën dhe gatishmërinë me qenë pjesë e programit Mesditës për diskutuar për çështje të tilla, ndërkaq ne me gjitha këto diskutime të cilat ishin të parapara për këtë edicion të sotëm, kemi ardhur drejt fundit Mesditës për këtë javë, apo jo Dani? Po sigurisht na pret një vikend, ju uroj vikend të mbar, ne bashkë shihemi të hënën. Mirëmbrëmje.